Njësia vendore kujdesit shëndetësor në Shkodër ka organizuar sot një aktivitet sensibilizues me moton vetëm stop duhanit. Qëllimi i këtij aktiviteti është inkurajimi i të rinjve që të mos e nisin apo ta lënë duhanin. Ditmir Boriçi, specialist i shëndetit parësor në Njësinë vendore të kujdesit shëndetësor, theksoi në fjalën e tij se duhanpirja është një varësi që po merr miliona jetë njerëzish çdo vit dhe është një nga shkaktarët kryesorë të sëmundjeve të rënda. Po ashtu desha me ju falenderu që po më leni të shpenzoj shkurtimisht disa fjalë për një armik tashmë të përbashkët, për një prej zakoneve më të rrezikshme për shëndetin e njerëzit, duhanpirjen. Dua të them se duhanpirja tashmë është një varësi që po merr miliona jetë njerëzish në mbar botën dhe po shkakton sëmundje shumë të rënda si kanceri i mushkërive, infarkti, sëmundje kronike të frymëmarrjes dhe po dëmton çdo organ të trupit. Unë jam i mendimit që ne të gjithë kemi një rol në këtë qytet, si individ, si prindër, si qytetar. Ne nuk jemi këtu për të gjykuar atë që e pinë duhanin, por për të inkurajuar që ta lojnë. Dhe sidomos kryesisht të rinjt, për të mbështetur në këtë nismë, sepse ato janë në ardhmje dhe për të mbështetur kryesisht të rinjt nga një ardhmje që sjell vetëm pasoja. Ai shtoi se reagimi i qytetarëve ka qenë pozitiv, ndërsa ndërgjegjësimi duhet të nisë pikërisht nga të rinjt. Qytetarët janë përgjigjur pozitivisht, ku na bashkohen në këtë nismë, ka pasur përgjigje pozitive nga të gjitha kategoritë e moshave, por qëllimi jon kryesisht është rinia që prej aty duhet filloj. Me pankarta simbolike dhe mesazhe ndërgjegjësuese, ky aktivitet mblodhi së bashku qytetarë të shumtë, veçanërisht të rinj, për të dhënë një mesazh të fortë kundër duhanpirjes.